A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. 52 pika I lexuam e fundta ishte thënë një emër që kalon në Kur'an dhe me pak shaka ose nënçmim që ja Yahya khudhil kitabe, o Yahya merre kitabin. Ose si tha shoku Iqra, për shembull e ka vajza jote emrin, më njëherë Iqra bismi rabbik. Normalisht kufër për ta quajtur duhet ketë një nënçmim ndaj Kur'anit. Epse është shumë kufiri holl, ma miro këto shpreh hiç mos me I përdor. Pika 53, shembulli 53. Një person nëse thot erdha tash bismillah, erdha tash bismillah, nuk është kufër, mirë po nuk preferohet. Nuk preferohet. Si e përdorim neve këtë fjalë? Kadabe bismillah pret pak apo. Për çesta erdha bismillah. Ka sikur një nuancë në nënçmimit në fjalën bismillah. Pret be pak bismillah. Mirë po neve e përdorim më shumë me niyet për sabër. Bën pak sabër, bismillah thuj, qetëso. Është rrezik, ama nuk konsiderohet kufër. Shembulli 54. Nëse shet diçka të çuditshme dhe me thanë me nënçmim, ja çka ka kriju Allahu, estakfirullah, bëhet kufër. Shife çka ka kriju Allahu. Ose masha Allah, kështu me tallme apo. Masha Allah, do thot ka kriju Allahu masha Allah, atë që ka dash Allahu, atë që don Allahu e krijon. Ente e thush me tallme kët masha Allah, masha Allah. Kom gjukët apo për sende haram. Kalon një femër që nuk duhet ta shikoje, ajde mashallah, mashallah. Është njëjtë si me pi raki me bismillah. Një sendi haram që e kemi I thënë mashallah. A me pat hoxha jo be pata për që sa bukur krijon Allahu, mashallah. Mos e bën edhe kët. Mos e bën edhe kët. Se duhet ta vesh veten pozitën e aty na po. Edhe ne kemi motra, ne kemi vajza. Nuk na intereson kush e pëlqen krijimin e vajzës teme, hiç s'm intereson, gjithë intereson taj. Allah nëse ka kriju të bukur apo jo. Mashallah mund të them unë si baba I vet, ose unë si vlla I vet. Taj ta kpus gjuhën apo. Ha, ashtu atëherë edhe neve vajzave qera nuk duhet me u thënë mashallah. Gjenën komente shush mashallah. Stakfirullah. Shembulli 55 është du të shaj ama është gjuna. Kjo kufër nuk është. Mirë po dietarët kanë thënë se është bela e madhe. Është gabim shumë I madh. Allah I ta ka qujt haram kët, te I dush ta bësh atë. Na kujton ato pikat e para, si me dash tjetër rakia halal apo zinaja halal. E du të shaj, ama që Allah I ka bo haram. Tamam, se ki e respekt në urdhrit Allah, të ndale vetë, mu e thuj bene kët, e mos e thuj e në kët. Kontrolloj gjuhën. Pika tjetër, me bo bie në emër të diçka tjetër jashtë emrave të Allahut. Edhe kjo është haram, nuk është kufër. Do me thënë tash, I numëron do pika që nuk janë kufër, mirë për në gjunajet mëdhaja. Një njeri që bën harame nuk del nga feja dhe nuk bëhet qafir. Mirë po, nëse I thot haramit halal, apo halalit me I thënë haram, bëhet qafir. Duhet me pas shumë kujdes këtë punën e kësteve duke kuptojnë muslimant. Për çfarë thon mos folni për fe. Mo bëjni sot muhabet për fe në dyqane, në vendet punës, në rrugë. Maksimum për fe dhe flisni çka shreqate I ka jacia, çka shreqate I ka sabahi, fale namazin, hikpi haramit e në kaq. Man detaje mos hyni se sot nuk ka hyrmet. Hoxha ka thënë dhe kjo është pik ligj. E prishën hynë njerëzit në rrjete sociale, në tash ka mos I dalin mendime ndryshme, mendon se nuk o diçka, si me kritikua Trumpi, Bideni, Zelenski, që ashtu mendon se, hoxha e thot, atë e thot, nuk është ashtu, vallaj nuk o ashtu. Kini kujdes, mos folni për fe, jashtë këtyne sendeve elementare. Aje ka thënë këta I kumadovës e tha, këta I tetovës e tha, I prizrenit e tha, leni beti ato hoxhalar, leni ti. Nuk jemi neve që di drejtojmë brinat e dashit. Tamam. Për të mirën tuaj e thon këtë. Edhe një gjunah, po nuk është kufër,
me bo bie për kokën e gjalit tem, apo për që këtë krajen teme, betohem se ku e di që këtë dhe bëj, apo qatë nuk dhe bëj. Edhe këto nuk e plotësojnë vendin e vallahi billahit, njeri për të bo bie duhet those vallahi billahi. Për që këtë kraje, ose për krajen e gjalit tem, ose vajzës teme, këto bie ketë janë haram, mirë po kufër nuk konsiderohet mirë. I numruam, do me thamë, 58 pika, 58 shembuj që i ka radhit ky dietar Osmanli në kitapin e vet Muzrakli, se mund të hupet imani. Veç që këto 3-4 pikat e fundit nuk quhen kufër. Këto qerat, shumicat nga gjithë dietarët quhen kufër, disa veç kishin disa mendime, varësisht të niyeti. Neve si musliman, na takon me pat kujdes. Shprehje që i përdorim mirë njëherë me analizu, 70 herë me ndo, njëherë fol. Tamam. Muslimanit mirë, që ajo i takon. Pejgamberi a.s. ka thonë, men sekete negja, e u kema kal, sallallahu sallam. Kush hesht, shpëton. U nervozove, hesht. Se tash si man njeri fetar, pesvakëtli, me mjekër, me tërlek, shejtani qatë e priste. Të të nervozoje, e në mo nuk dëshahesh, si ma para kur ke qenë holigan, tifo, sudia, duke diçka të shahesh. Tash drejt me terme fetare dhe të mësoj shejtani të shahesh. Njënësa, ta gje rrugën e shkurt, me njerë këtë tak ta që spidini, haj për të merë. Ibn Abidini, dietari madh, kitapin e vetë thot, mirë është sot muslimant njavët njëherë me ripërtri imanin. Ma para hoxhallarët e vjetër çdo xhuma kanë bë dua të niqahit edhe njëherë dhe i kanë shpreh, do me thënë i kanë përsërit xhamatlit fjalët që imami i ka thënë. Shahadetin e ka thënë imami, ki xhamati e njerë shahadetin. Se helbet kam ra në njënën për këtune 58 pikave, që gjumon me hoxhët, me imamin e ripërtrive imanin. E pse u ripërtri imani, u ripërtri edhe niqahi. A imam Ibn Abidini thot, miro me e marrë edhe njerë gruan, me shkute e hoxha, për çdo rast edhe njerë ta bëjmë një niqah për fillim. Se janë këto çështje serioze. Një lavgoje, shkon imani. Prandaj ne çdo herë ta rujmë atë hyrmet, atë shenjë të ri të fesë islame në zemër, që kur të nervozohemi dhe çdo shprehje që do aludonte në nënçmim të ndonjë vlere fetare, me njerë ta largojmë, ta menjanojmë nga mendjet tona. Mirë, me këtë dhe mbarojmë edhe këtë dersh, kjo bet bajgji i shkurtër, mos ditë salat ditë u bo kjo, faktikisht në YouTube, neve undalëm këtu tanë natën, inshallah, e në nesër si të mbajmë, dhe kemi shumë materiale gjatë ditëve që nuk do jem këtu në xhami me vazife, ama që hatri i Allahut, për i zatë Allahut, musliman t'i ngjojnë që këto, se është muaj Ramazan, shejtanët sa janë të lidhur, të mësojnë ma shumë muslimant, e ne t'jemi të bindur se pa hoxhallar, pa derse, nuk bohet kurrë. Shif si tham, se ne ka dënjere ndalëm videon, apo? Shif si tham, gjajti se cëlla pik, ka ndodhë, ose në shtëpiat tona, ose në lagje, ose në shkollë, ose në shoshni, po alama e keqja, në xhami ka ndodhë. Në xhami ka ndodhë, njeri më tha, e në Kur'an me kalu bilion e kësaj së një besoj, tha. Gjyo kjo. Do me thanë, Kur'anit nuk i besojve në kjo. Çka të bëhet halit është? Prandaj duhet me ndojnë mirë, dhe të lutemi shumë, Allahu na rujt imanin, ja Rabbi na ruj imanin, ja Rabbi na ruj imanin, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.